Prej kohësh banorët e qytetit të Bulqizës po ndihen të rrezikuar nga qenë ndacak në pedonalen e qytetit, të cilët janë problem për ta, sidomos në periudhën e pranverës. Në mungesë të ushqimit, qenë ndacak tashmë ushqimin e tyre e gjejnë në kazanat e mbeturinave. Banorët shprehen se ndihemi shumë të rrezikuar nga qenë ndacak, sidomos moshat e treta dhe fëmijët, pasi qenë janë tepër agresiv dhe me sëmundje, ndaj ata kërkojnë që të merren masa. Qenë ndacak, sa të rrezikshëm janë për ju? Shumë të rrezikshëm janë. A ndjej të kërcënuar? Ndjejmë, sidomos në mëngjesin, sidomos janë shumë të kërcënuar. E ndjejmë veten poshtë zonë. Shumë të kërcënuar e ndjejmë veten. Në mëngjes, sidomos dalin këto janë shumë të pa besë. A ju sulet? Vërsulli, kanë rësi janë vërsull njerëzve. Pas janë vërsull, shumë. Edhe në qytetëri, edhe këtu kanë treguar shumë vetë që kanë treguar, unë s'm ka bëva pi, po kanë treguar shumë vetëm kanë ashtu. Në rrugë. Shumë i rrezikuar sepse ato mblidhen grupe, edhe na rrezikojnë shumë, më dhënë infeksione, më na kafshin. Edhe gjithashtu, pse ato bëhen grupe dhe kemi frikë që mos dahan, shumë. A ndihesh i rrezikuar nga ato qenë ndacak që vërtitën në rrugë? Po. Sa i rrezikuar për? Shumë. Kur ke frikë më tepër? Se kjo gjë ime sepse ka shumë. Ma shumë për fëmijët që shkojnë në shkollë. Dalim i përcjellim se kanë frikë dhe fëmijët e dinjos të i përcjell kur i shohim rrugës, se kthejnë rrugën. Nisën për shkolla kthej. Urgjentisht merren masat bashkia për çëndet rrugës ti gjen vendin e caktuar. Një nga banorët shprehet se kam shpëtuar një banore pasi qenë kishin rrëzuar në tokë duke e kafshuar. Unë kam hes një grue, e kam hes qenë, se ka gjendë të erzuën. Edhe që da hongë. Pra do më thonë e shpëtove? E shpëtova kjo në hujë. Aje po në bashkia bi. Sa të vështirë kanë fëmijët televizin? Po fëmijët është shumë e vështirë që televizin vetëm. Është shumë e vështirë. Të gjithë populli këtu të rrezikuar jenë nga qenë, sepse ata jenë qenë ndacak, i shojnë katunarë prej, atë jenë qafë bullit, dhe ata jenë pa vaksinu, pa kurgjo, jenë gjithë smundje, zgjepe, edhe rrinë gjithë ditën për kazana. Ata bojnë 5-6 gramur, edhe kush kalon, torën njerëzve. Kështu që për këto i ka faj për mu bashkia, sepse nuk merë masat e dora për të bëjnë një qenë grumullimi, si që kanë në Kuksa, në Vlorë, e kështu që to e kanë nëngjëgju, nuk e di pse. Kjo është gjitha. Ndërkohë burime pranë spitalit të Bulqizës bëjnë me dije se gjatë vitit të kaluar dhe në ditët e sotme në urgjencën e spitalit janë paraqitur persona nga kafshimet jo vetëm në qytet, por edhe në fshatrat përreth.